Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Hajde tu Dori. Dori. Po shkelni ligjin, ka një vendim. Nuk mund t'i merrni gjërat. Ka vendim nga prokuroria që keni bërë shkelje. Po shkelni ligjin. Nuk mund të prekni protestuesit e lirë në çfarë do lloj forme që protestojnë ata. Nuk mund t'i prekni. Është vendimi vlerësimi i prokurorit në cilësinë kuazi gjyqësor. Mos i shkatroni sendet dhe plaçkat. Nuk mund veproni me urdhrat e Edi Ramës. Nuk mund veproni me urdhrat e palishme të Edi Ramës. Jeni gabim dhe ju e dini që jeni gabim. Kapni hajdutët e vërtet. Kapni hajdutët e vërtet. Kapni hajdutët. Kapni hajdutët e vërtet. Kapni hajdutët e vërtet. Edi Rama o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Edi Rama o hajdut. Ja, bravo. Përfundoj, hajde live, hajde. Ku je? Ku është Dorina? Dori. Ma gjithë Dori. Gje pak Dorin shpejt. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. 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 Edi Rama o hajdut. Te komisariatit. Bravo ju. Bravo Çuna, bravo! Bravo! Asin samës të shkoni gjithë, ha? Hajde live-in kush t'i flasë. Hajde live-in, ka rike të shumë. Hajde Rigert, hajde. Kena ne ka rike. Do me dhënë, përfunduan, hajde. Nga hajdut buxheti, përfunduan hajdut xhepash. Karrikesh, pankartash është merruar aq shumë, sa dhe pankartën e morë, nuk e shikon dot domethënë. Se e ka bezdit ta shohë që ne jemi kundër tij dhe protestojmë pa u ndalur, ngritën kampin këtu në bazë të vendimit të prokurorisë dhe erdhën ai vodhën prap. Për herë të dytë, prap do t'i çojmë në AMP, Agjencisë e Mbikëqyrjes Policore, prap do të dalë që ne kemi të drejtë. Janë ca hajdut ordiner të rëndom që përdorin policinë e shtetit dhe e keq përdorin. Dhe ne janë kata ndis që për ves, për zakon vjedhin qa u del para. Vjedhin karrige, vjedhin karton, vjedhin ngrose, vjedhin batanie, vjedhin para po e po, dhe këta kanë vetëm një refren që si që patu a tham. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut, o hajdut. Edi Rama o hajdut, o hajdut. Dhe i pjesës procedurës, përse i prapë erdhen, nuk të thanë që po bëjnë, pa njoftim. Edi Rama o hajdut, o
Ndaj vidhet prona këtu në këtë vend, vidhet se siç e pat policia vjedh gjithçka i del para. Domethënë policia punojësit të cilët mbajnë uniformën, se një pjesë e drejtuesve të tyre janë të lidhur me krimin e organizuar. Besoj ju e keni parë si shkarkohen, si kapen, si procedohen. Çështje kohe është, një ditë të gjithë do i lajnë haqet e tyre dhe këta një pjesë e tyre, jo të gjithë. Ju e dini çfarë vlerësimi kam unë për policinë e shtetit, për shkak të historikut nga ku unë vi, familjes e me radhë, por fatkeqësisht çdo punonjës i ndershëm i policisë e di dhe më jep të drejtë dhe ma thon kudo më takojnë, Adriatik na kanë marrë peng banda, thon. Na kanë vënë drejtues në krye bandit. Ndaj këta vinë pa procedurë, nuk bëjnë një letër, nuk bëjnë një komunikim i pat, vinë si kaçak. Si kaçak vinë edhe shqyen, mu si hiena. Vinë si hiena, marrin çau del para, shqyen çau del para, pa një vendim sekuestrimi, pa një komunikim, pa një dokument, pa një shkresë të thot, ore ta mora. Tani unë pak kohë më parë, paraqita vendimin e prokurorisë për mos fillimin dhe gabimin e policisë. Vendimin e kthimit të sendeve, këto sende që na morën sot, na morën dhe në 5 janar. Të njëjtat qenë. Ka rriget e merad, sepse këta e kanë ves hajdutërin. Janë hajdut, Edi Rama duhet ta dinë, nuk ndalemi. 1, 2, 5, 10 veta, 100, Edi Rama. Edi Rama, hajdut, Edi Rama, hajdut, Edi Rama, hajdut, Edi Rama, Edi Rama, këtu në ke. Tani, çështja është shumë e thjeshtë. Nuk na trëmin dot. Pse nuk na trëmin dot? Se ne nuk e vjedhim vendin ton. Ne jemi këtu sepse mendojmë që padrejtësia duhet të ndalet dhe ne jemi këtu se mendojmë që ligji është më i rëndësishëm. Sigurisht që këta mundohen të na trëmbin, të intimidojnë qytetarët, por jo neve. Ne nuk e arrin dot ta bëjmë, sepse e kemi të qartë dhe nuk do ta mbajmë peng brezin e ri të Shqipërisë dhe çdo qytetar i këtij vendi duhet kuptoj që kjo lloj arrogancë që ndodh në këtë shtet dhe kjo lloj proteste këtu po e zhvesh arrogancën, po e lë lakuriq fasadën e Edi Ramës, është eksaktësisht ajo që ndodh me secilin nga ju ku nuk ka kamera, ku nuk ka vëmendje, sa ikën vëmendje, sa nuk ka kamera, vinë, u godasin, u zhvasin, u vjedhin, u rrajnë, u arrestojnë, edhe u vrasin, sepse e keni parë që drejtues të policisë së shtetit nxjerrin në prit, kanë nxjerrë në prit qytetarë të këtij vendi, të cilëve u shmar jeta, kanë çuar informacion te krimi organizuar dhe janë nxjerrë në prit dhe janë vrarë njerëz fal informacionit që ka rrjedhur nga këta bandita që i nështrohen Edi Ramës, sepse me Edi Ramën ndajnë pushtetin dhe vjedhin Shqipërinë. Ja, këta janë. Këta janë. Dhe kjo është një gjë që duhet marrë fund dhe do marrë fund. Dhe unë po ju them, nuk është çështje e një grupi të rinj apo e Adriatikut, kjo është një rezistencë ndaj padrejtësisë. Çudia më e madhe nuk zgjat 3 ditë, ka 90 ditë betejë, nuk do ndalet sa të kemi fuqi. Na kanë rrahur, na kanë arrestuar, na kanë vjedhur, kanë ardhur, na kanë lënë në shi, në të ftohtë, në breshër, në ku di unë se çfarë, deri në -7 gradë, nuk kemi ikur, as kemi ndërmend të ikim, dhe këtu sfida është për gjithë popullin opozitar. Eja të luftojmë përballë hajdutit. Ejani. Lerini inatet e vogla, lerini egot për pushtet, lerini partit se ka nevojë Shqipëria për të çliruar nga këta lloj banditësh, që dikujt shkojnë e i marrin pronën pa drejtësisht, dikujt shkojnë atje në Kurdari dhe i marrin ujin pa drejtësisht, dikujt tjetër shkojnë dhe i vjedhin gjithçka i del para, dikë tjetër e rrajnë krimi organizuar, e detyrojnë të shes pronat e tikja shtetit, të rinjve u marrin të ardhmen, u marrin jetën, u marrin shpresin, u marrin ëndrat, dhe kjo duhet marrë fund. Dhe demokratët, Partia Demokratike, duhet këtu të vit vendoset, të gjithë opozitarët këtu në shesh, lufta me Edi Ramën duhet jetë e pandalshme, serioze,
sepse është aq autokrat sa nuk guxon dot të lejoj njerëz të lirë këtu në shesh. Kaq shumë e shqetëson protesta e vazhdueshme. Para mendoni sikur këtu të vinë të gjithë, të bashkohen të gjithë dhe të përballemi me hajdutët. Ndaj është shumë e rëndësishme. Nuk mjafton të dalim në darkë në banaqe televizive e të bëjmë analistin atje, e të flasim në emisione, e të flasim prava me mbret. Jo, duhet luftuar këtu. Duhet përballur këtu kush problemi. Nuk mjafton të bëhet me sikur protesta sa për shëtitje. Jo, duhet këtu në shesh, pa ndalim, ndaj atyre që trëmben dhe nga një ishu i vogël rezistence, ndaj atyre hajdutve që vinë e vjedhin karrige, vinë e vjedhin banerat, posterat, vinë e vjedhin batanijet, ndaj atyre që kanë frikë të vërtetën, fjalën, po fjalën nuk na e marrin dot dhe ne i themi, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut, Edi Rama, o hajdut, o hajdut, o hajdut. Këtu me mua është dhe flamuri, sigurisht që bandat e krimit që mbajnë uniform policie, ajo pjesa, ato segmente që janë të krimit, nuk u kujdesën të shikonin a kishë një njeri që mund të lëndoj nga kjo që, ishte edhe flamuri këtu dhe do flas vetë flamuri. Ate avem dhe flamurin ku që zy. Po flamuri. Atë si që pat, ne ishë duke protestuar pasisht këtu, një pasore, dhe policia përdori një lloj dhune pa parë, merren me karrike plastike, me kartona që ne mbrojmë nga i ftofti, me bomblat e gazit që ngrojmi, si që pat, policia nuk u kujdes që unë isha me karrocë, morën para, sa që rrezikova të rrëzohesh në tokë, kjo polici nuk pyet më për dignitet, nuk pyet më për shqiptarët, për problemet tona, bëhet palë e urdhave të Edi Ramës, dhe kur vinë këtu thojnë, kemi urdhën nga lart, policia drejtohet nga shefat e tyre dhe jo nga kryeministri. Bën mirë policia shtetit ta ndaj medjen, është me pushtetin apo për shqiptar për mbrojtje jetën tonë. Mos vinë këtu dhe thojnë marrim urdhën nga lart. Urdhën nga lart kemi vetëm një Zot dhe urdhra nga Rama nuk marrim. Ne do të protestojmë këtu në mënyrë pasore gjithmonë, por nuk në nështrojmë kur. Le ta marrin karrike, çfarë do të na marrin. Edhe jetën e japim, por dinjitetin nuk e shesim. Bravo, bravo, bravo. Bravo.